të absurditetit. Edhe kjo ngjallë, kjo kontradikt, kjo situatë, këto ngjarje që ne i shohim për ditë dhe njerëzit, ndoshta edhe në familje ata mendojnë që thotë, a e ke vënë re thotë, u bë kryetar thotë, ose na erdhi shefi në ndërmarrje, filani. Dhe gjithmonë fillojnë komente. Ai është një hiç, edhe fillon, ai e ndjen këtë gjë. Në marrëdhëniet me shkollën, me problemin e notave, me familjen, se janë edhe 2 fëmijë niprit e. Do këto probleme të gjitha së bashku krijojnë atë situatë humoristike dhe shumë gazmore gjatë gjithë shfaqjes. Zonja e generalit, cili është roli saj, jo roli saj në skemë, po cili është roli, misioni që ai ka, çfarë kërkon të përçojë në publik? Unë mbështes gjithnjë generalin tim, tim shoq, Ujara Sqeriun në këtë rast. Unë mundohem të jem sa me vërtet, të jem sa me e besueshme. Sigurisht brenda kësaj ne kemi satirën, kemi humorin. Unë e shikoj që në batutat e para të komedisë, kur unë them që moj çupo, ke 5 vjet që e ke lënë të birë, me qëra fjala, kur do vini ta merrni? Dhe salla reagon në çdo qytet. Sepse ndodhë rëndom që vajzat ose djemt të lënë fëmijët ke prindrit dhe vazhdojnë jetën e tyre. Ka shumë batuta që spektatori reagon, i pëlqen, i shikon që kjo ndodh në çdo familje. Dhe kur generalin e nxjerrin në lirim, pra e nxjerrin në lirim në pension, si thonë, para kohë. Ai shqetësohet, gati ka nuanca, edhe deri tek nuanca sentimentale të qarit, por është kjo grua e fortë, e cila e mban fort, dhe thotë, mbau general. Kjo e bëhet kjo. Edhe në familje, midis burrit edhe gruas. E kupton, në të gjitha organizimet familjare që ku t'i vëm koltuqet, ku t'a vëm televizor, thotë ç'pjan. Jam unë generali këtu në shtëpi. Mund të jesh një general atë, jam unë dorshi, unë di ta drejtoj. Rëndom që gratë janë ato që bëjnë ligjet edhe në shtëpi. Si është ajo shprehje e famshme? Burri është koka. Apo gruaja është qapa. Gruaja është qapa. Se lëviz kokën. Dhe kjo rezulton shumë vërtet. Por për sa i përket kasës së aktorëve që ju keni zgjedhur, si ka funksionuar? Sepse tani në rolin e personit, le themi, udhëheqës së gjithçka, jeni ju që keni edhe peshën kryesore, apo jo? Problemi është ky që edhe nuk është zakonisht autori nuk niset. Ka disa raste kur nisesh, por që në Zanafill, kur kap subjektin, kur kap temën, të cilën fillon ta trajtoj, fillon edhe i shkon në mendja te ky aktor, ke një tjetër, dhe kur fiksohet pasaj që unë do të marr këtë aktor, fillon të shkruaj edhe brenda natyrës së aktorit, kur e njeh mirë aktorin, Shumë ka ndodhur edhe mua, duke njohur mirë Natashën, si aktore e mrekullueshme në estradë, se kemi punuar së bashku në estradën e Tiranës, Bujara Sqeriun, po ashtu që kam patur student, duke njohur këto, kam shkruar për këto dy personazhe. Por më e rëndësishme është kjo pasaj, që këta me artin e tyre te kaluan edhe mendimet e mia. Do të thonë gjetëm gjëra të reja, e pasuruan, se thuhet një gjë. Për një personazh në teatr, në fillimet e punës, më tepër nga gjithë di regjizori. Kjo se si duhet të jenë. Kur vjen puna e fundit, do të thotë që do dalin në shfaqje, aktori di më tepër se regjizori për personazhin e vet. Pse? Ka punuar, ka studiuar gërm, e ka pasuruar këtë gjë. Si flemë më mirë. Po, do të thonë është padyshim një vlerë. Megjithëse aktorët bëjnë shaka dhe me mua se unë qëndroj gjithmonë, qëndroj në skenë. Në jetën time unë asnjëherë nuk kam parë një shfaqje nga salla. Gjithmonë qëndrojnë i shqetësuar në skenë, por edhe kontrolloj me vesh çfarë thonë. Dhe por nga që jam shumë strikt në ato që duhet të thonë, aktorët bëjnë shaka me mua, thonë, sot regjizori është mërzitur se unë harrova 2 gërma. Jo, i di në ndjek, edhe në çdo batut, një batut të harrosh qytetar. Ta thuash di si më ndryshe, ai thot, e kur e shikojmë themi, ishte ai? Po, ishte nga ana këtej. Sa del nga njëra anë e skenës, del nga ana tjetër. Është shumë meraklik. Natasha si aktore, ke dëshirë të qëndrosh, le themi, strikt pjesës apo edhe Jo.
Bile me këta kemi shumë probleme. Se aktorët kanë një tendencë, që bën këtë, në një moment, këput një batut që nuk është as aty, ndoshta kjo është, po zakonisht që ndodh ke aktorët të cilët e kanë eksperiencë. E kanë këtë që duan të thithin të qeshun e spektatorit. Jo, aktori duhet që ndroj strikt atyre që është mësuar. Ka një improvizim nga spektatori se ndryshon edhe kjo gjë që kur ka një spektator të mirë, që në batutat e para ndizet, ka të qeshura, aktori e ndjen ngrohtësinë e spektatorit edhe i jep motorit. Fillon punon si dhe me 4 motorra. E kupton, i jep. Kjo bën nganjëherë që ja shkel shpejtësisë, ashtu si puna shoferave, shpejtësia është e rrezikshme. Kështu që duhet që ndroj padyshim në atë, si thonë, kur është tabela lejohet 90 km/h. 60 km. Natasha çfarë mendon Natasha për këtë pjesën? Duhet ta shkelim çik. Patjetër. Atëherë gjatë kohës së provave neve binim prurjet tona dhe kjo është e mirë, kjo s'është e mirë. Aty nga fundi kur ne fillonim edhe duket mbase si ishin dhe gjëra shumë e të ja, e kemi lënë me kaq, nuk kam me. Tashti ato që kemi shënuar. Një po ne ndonjëherë vazhdojmë, sepse na vjen vetëtim. Ka improvizim, në çdo moment ka improvizim, se në skenë nuk është puna se është matematik. Ka krijimtari dhe aktori, ka krijimtari me batutat, me mizansenën, ka krijimtari me plastikën, me ndonjë detaj që mund të gjendet, me ndonjë improvizim, se nga një rast kështu që mungon ndonjë gjë në skenë, aktori tak improvizon një gjë që nuk na kishte shkuar në mendje. Edhe që është me të vërtetë gjetje interesante që themi, këtë mbaje, këtë ruaje. Çdo ditë, çdo shfaqja spektakli pasurohet. Po mbrëmjen e së premtes, pati le të themi nga të tilla raste kur një pati. Me sa duket po. Për shembull, mund ta them. Po. Atëherë, mremu zgjat presidentit. Po. Dhe neve kemi një batutë aty. Dhe thot ai, do t'i shkruaj dhe presidentit thot. I themon kujt? Se kam në tekst. Këti të riut, tani? Të bujari, viti sy të ta. Jo, do t'i shkruaj ati të vjetrit. Shumë e bukur. Dhe kur dolëm jashtë, i them, si të dukrëm? Asgjësishte. Kam thënë 100 herë, mos shto fjalë. Por normalisht ka dhe ato momente që aktorët e krijojnë atë, le themi, kiminë e ndër veprime njëri tjetrin kur e kuptojnë batutën dhe i përgjigjen me batuta, apo jo, kur është edhe jashtë pjesës së skenarit, apo jo. Sigurisht, marrëdhënia e aktorëve me njëri tjetrin fillon nga një herë, nga jeta kur ngjiten në skenë, vazhdon kjo marrëdhënie, por edhe nga skena në jetë vazhdojnë këto marrëdhënie. Keni vënë aktorët, ka disa aktorë në përgjithësi që kanë luajtur role në film dhe në teatr si heronj. Dhe në jetën e tyre nga njerë, i shojnë në jetën e përditshme, ka të vendjerin e ti herojt. E këton, mos themi se përpara në kohën e diktaturës, aktorët që luanin e herojt, gjithmonë ishin në presidium. Asnjëherë aktori që luante role negative nuk vendosen në presidium. E kupton, sepse identifikohet ky personazhi duhet të jetë me siguri edhe si aktor dhe si njëri duhet të jetë i poshtë. Kjo është shumë e vërtetë. Dhe më besoni më që i kam parë gjithmonë kinematografinë apo teatrin si publik, normalisht nuk kam qenë ndonjëherë aktor, dhe gjithmonë aktorin e mendonin që ai kishte personazhin negativ, duhet të ishte me dojmos negativ, se s'ka mundësi. Kurse që të humorin e që dhe është natyrisht mi preferuari, është mi kënë, sepse vetë humori është një gjë, por gjithmonë humori kur nuk e tepron. Se ajo është i rrezikshëm. Po e tepron humorin edhe për mënyrën se si po bëhet humor sot, për mënyrën se si po bëhet le të themi teatr sot, kinematografi e të tjera do të pyesë për të se nuk mundet ta lë më njan. Po do na mbagë gjatë. Po, me sa duket pa. Dëgjoj, Natasha, unë të mësë shumë të njoh tek komedia, me personazhet pozitiv, të dashur, të ëmbël, edhe portreti juaj e paraqet këtë gjë. Faleminderit. Nuk është kam zgjedhur apo të kanë zgjedhur? Po ashtu gjatë kohës, gjatë punës. Fillimisht kam qenë teatr këtu në Fier. Pastaj kalova në estratë dhe aty me Pullumbin që një mrekulli të punosh me Pullumkullën. Me humorin e tij aty fillova të marr rrugën e humorit dhe
Ndjehem mirë, ndjehem rehat, është më lehtë shumë duket. Hyn shumë në rol, më thënë duket reale. Unë sot ajo që shkoj tek, le themi, aktorët e kasës tuaj me aktorët e rinj, nuk po them se nuk ka aktorë të mirë, ka shumë aktorë të mirë dhe sot që dalin patjetër, por kur shikon filmat tuaj ose kinematografi në tërësi dhe teatri, duke se po shkon pjesë jete, realitet, sot nuk ta krijon këtë impakt. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, sepse në të vërtet, në qoftë se dikur, ne mund kishim edhe atë që thoni me diktaturën, atë stresin e madh, se prit se mos bëhet kjo, edhe ishim shumë të kujdesshëm në ndërtimin, pikërisht, por kjo ndihmonte në të njëjtën kohë që edhe ne të mos fluturonin, qëndronim me këmbën tonë dhe të kapnin problematikën e ditës. Kurse sot ka disa gjëra të cilat çuditërisht edhe nëpër filma dhe në teatr merren me të kaluarën, është bërë kjo gjakmarrja, këto gjërat e të kaluarës janë bërë shumë evidente në skenaret dhe në dramat ose pjesët teatrore të sotme. Kështu që kjo bën që edhe spektatorin ta largosh. Spektatorin e vëmë re ka nevojë për veten, ta shoh veten në ditët e sotme, ta shoh veten real në mjedisin tonë, se po e qove në të kaluarën, është që edhe i ftohtë në këtë drejtim. Kjo ndodh edhe kur interpretohen pjesë të huaja. Mund të vësh në teatr një pjesë shumë të bukur, finlandeze, norvegjeze ose holandeze. Për çfarë? Psikologji tjetër, shoqëri tjetër, mentalitet tjetër, problematik tjetër, ndoshta dhe mund të jetë një dramë interesante, po mund të jetë edhe një komedi e këtshme, po prapë mbeteshin çik bosh. Kurse kur e ke me problematikën tënde, tamam me mentalitetin, me psikologjinë, njerëzit tuaj, pra kur ai shikon veten në skenë, natyrisht do të jetë më e suksesshme dhe kjo na ndihmon ne në këtë rast që kemi pikërisht njeriu ton, pra kemi Natashën në skenë me të gjithë problemet e saj. Ndoshta edhe Natasha kur interpreton aty thot dhe batuta që i ka thënë edhe në shtëpinë e saj, me komshit, me shokët, me shoqjet. E kupton ne? Prandaj ndjehet edhe spektatori ndjehet sikur është në shtëpi, në mjedisin e vet. Prandaj reagon edhe shumë më tepër. Madje unë e shikoj Natashën këtu dhe unë vazhdimisht e kujtoj në role, domethënë në çdo lëvizje, në çdo mënyrë dhe edhe mënyra se si del fjala, më duket se po të shikoj në një film, në një komedi realisht. Ndërkohë, do të pyesë edhe për diçka. Do kaloj në një temë tjetër, se duhet ta mbyll përsëri me Generale Playboy, ta mbyllim me humor përsëri, po tani do të kaloj te kjo temë që pastaj ambëlsin sërish në fund. Po flitet për filmat, për kinematografinë shqiptare, që një pjesë e saj ndoshta duhet censuruar, nuk duhet transmetuar sepse ka ndikimet e brezat e rinj të tjera. Personalisht unë kam thënë mendimin tim dhe unë jam shumë kundër, se mendoj se kinematografia jonë, teatri jonë është vërtet një vlerë që është e pasvendësueshme. Po mbushin ekranet me telenovela turke, indiane, meksikane, etj. Diku ka banalitet në humorin që bëhet sot. Cili është mendimi juaj? Se besoj më shumë se këdo tjetër, ju si ndikim, impakt të madh. Kinematografia jonë është një punë jashtëzakonisht e madhe. E qindra njerëzve, artistëve, e njerëzve të tjerë të cilët kanë dhënë kontributet e tyre. Por në këtë drejtim është pasioni, shpirti, aty është historia. Ka gjëra që me të vërtet i takojnë një ideologji tjetër që sot është e papranueshme, që urrëzua iku. Por atëherë edhe spektatori le ta shikojë atë ashtu siç ajo hiku. E kupton? Dhe të shikojë se mund të gjejë në të, mund të gjejë gjëra shumë interesante. E kupton? Ai fundi do të shikojë historinë. Edhe fëmijët sot do të shohin si kanë jentuar prindërit e tyre, me çfarë mentaliteti, me çfarë psikologjie, me çfarë kërkesash, me çfarë drejtimi ndaj punës, shoqërisë, e kupton? Dhe në këtë drejtim unë mendoj që nuk mund të ketë një censurë. Në qoftë se në një moment caktuar, këtë e kam të censurën për problemin e filmit artistik. Në qoftë se ndonjë dokumentar, pra, mbështet fort diktaturën, mbështet fort racizmin, mbështet fort nuancat e tjera që janë kundër prosperitetit
të shoqërisë sot, e kupton? Atëherë ato mund të seleksionohen, mund të hiqen ose fundin nuk shfaqen në publik, por mund të mbeten në arkivin e kinostudios dhe për studiuesin, fundin edhe për ata i cili do të shikojë edhe ai dhe këtë gjë. Një shërbim tjetër. Po, prandaj edhe sot njerëzit janë kaq të mençur, aq më tepër rinia, që unë jam i bindur që shikon me shumë kuriozitet, që ditë të seleksionoj, ditë të quaj të pranueshme dhe të papranueshme. Por ama nuk mund të mohohet kurrë gjithë ata artistë, shkrimtar, domethënë skenarist, aktor, regjisor, operator, e të tjerë, të cilët kanë dhënë mendimet, kanë dhënë shpirtin e tyre për të ndërtuar këtë vepër. Dhe kjo duhet respektuar dhe respektuar, prapë më them pak, duhet nderuar. E kupton? Po, për Natashën do e riformuloj pak pyetjen. Sot Natasha ne dim që ekranet tona janë të mbushura me telenovela indiane më së shumti, ku edhe për syrin e një personi që nuk është aktor, aq më pak aktor profesionist, e kupton se sa gabim për shembull të shkosh rolet, aktorët, do thënë, është ai roli le të themi po marr rolin të vdekurit që lëviz, që nuk ruan dot mimikën e tjerë. Do thënë kaq të dobët që hidhen shumë të mëdha parash, edhe nëse do flasim për kinematografinë tonë që nuk ka s'kishte ndonjë investim të madh, domethënë mendoj se më vlerë është të transmetohet kinematografia jonë se sa. Si mendon? Të ka qelluar të shkosh në një telenovelë indiane dhe çfarë mendon? Dikur kam ndjekur, si ka qenë ajo fillimi Zhadja apo Kloni. Ajo u bë një çik kështu edhe kemi ndjekur deri në një farmase. Shiko, është e tmerrshme domethënë ti të presësh ose të mohosh jetën që ne kemi bërë realisht. Ajo është jeta jonë, ashtu e kemi bërë. Ti s'mund të ma hapshish. Është histori. Sepse ndryshe është histori. Është ndryshe atëherë do të ndërpritet të literatura, piktura, gjitha. Për shembull, edhe filmi Skënderbeu që flet për heroin tonë kombëtar, dhe aty normalisht ai është bërë si një figurë pak sa mitike, janë dhe ato vlera i takojnë që pas edhe atë ta ndërpresim, sepse Skënderbeu nuk ka qenë aq mitik sa. Sigurisht, jam dakord kurrë dhe unë nuk kuptoj në përgjithësi gratë që ndjekin këto serialet, aty ngulen aty humbasin kohë. Çfarë i shohin atyre telenovelave indiane? E kupton apo? Realizimet më të dobta për mendimin tim është në shtëpi unë kur hap derën, dëgjoj vetëm se erdhi. Edhe tak ndryshon sa lohet ose në këtë moment bashkëshortja ime sa kur unë jam në shtëpi, tak çohet, unë po shkoj një çik këto ta ndej nga komshia, sepse e shohin bashkë, hapin film indian, kupton atë ashtu. Kalojnë një pjesë jetës dhe i ndjekin dhe shikojnë janë në shtëpi prandaj. Ne mbase jemi në punë, nuk kemi kohë. Ndërkohë, po përsa i përket prureve të reja, kemi aktor të rinj, kemi pak filma realisht që realizohen, por edhe në teatr këto kohët e fundit edhe ka patur disi, mund themi, por ka qenë një periudhë shumë e vakët, gjithsesi. Megjithatë them që në teatr ka një lloj lëvizje. Ka një lëvizje, kanë ardhur pjesë të shumë, megjithëse unë prapë mund të them në përgjithësi që ka shumë prurje të huaja, që unë jo se jam kundra, në mënyrën absolute, ajo është kulturë botërore e cila ndihmon dhe kulturën tonë në një moment caktuar edhe ballafaqon për të parë se ku je në këtë drejtim, por të mos teprohet, se është e mundur një teatr në repertorin e vet gjatë një viti do të vërë 5 shfaqje teatrore dhe të vërë 5 shfaqje të huaja. 5 spektakle të huaja, 5 drama ose komedi të huaja. Për mua kjo është e papranueshme. Mund bëhet një lloj seleksionimi, mund të jenë tereme. Nuk mund të thuhet që nuk ka dramaturgji shqiptare, se në qoftë se dramaturgjinë nuk e shikon në skenë, nuk e vën në skenë, atëherë nuk e se si. E kupton? Të thuash që nuk kemi. Aty dhe dramaturgjia shqiptare perfeksionohet. Autorët, në bisedat, në vënjet në skenë, në kontaktet me publikun, me regjisorët, të gjithë së bashku krijojnë, pra, hynë në një teknologji të re të përpunimit të dramës shqiptare dhe me siguri do të kemi një progres në këtë drejtim. Po. Ndërkohë, Natasha, cili është mendimi juaj në lidhje me këtë? Përse përket prureve të reja? Sepse gjithnjë është folur për veprat shqiptare dhe mbase edhe niveli. Ja, kjo është si një gjë e rrallë që kemi ne generalën pleboj. Po jo, nuk po të them vetëm me këtë problemi. Edhe s'ka. Serios. Kjo është e vërtet, edhe s'ka, por edhe ka.
që mund të jenë më të dobta, por teatri, aktorët duke punuar gjithë së bashku, mund ta ndërtojnë këtë gjë. E kupton? Mund të bëhet edhe një lloj sakrifice. E kupton që të vendoset në skenë se dihet. Shiko, plirja e regjisorëve në përgjithësi është kjo që marrin pjesë të huaja. Unë them edhe një gjë që po e them këtu për herë të parë. Një regjisor është regjisor i vërtet kur vë me sukses një pjesë shqiptare. Se një pjesë të huaj e vë me sukses edhe një marangoz. Sepse kur merr një pjesë të huaj, ti bashkë me pjesën, bashkë me dramën ose komedin, ke sill me vete edhe suksesin asaj pjese në Francë, në Angli, në Amerikë. E kupton se edhe ti e merr, kanë nga ata regjisorë të cilët e shikojnë edhe në televizion, domethënë të shikojnë në kaset, kanë në kasetën edhe e imitojnë tamam ashtu. Atëherë ç'vlerë ka. E vërtet. Nuk është ke ndërtuar. Regjizori nuk është i vërtet, aktorët nuk janë të vërtet, vetëm kopjojnë, atëherë siç mund të jetë një kopje, domethënë është pa vlerë. Kurse duke patur pjesë shqiptare, të cilat vendosen për herë të parë me problematikën, me aktorët, me mënyrën e interpretimit, se Natasha është e vërtetë që do të luaj një grua shqiptare, por nëse do të kishte në skenë një dramë hollandeze, detyrimisht do të luante si një hollandeze, me konceptin, mentalitetin, mënyrën e të folurit. E kjo ishte, atëherë kjo e luan më bukur shqiptare. Edhe kisha rolin e Dadës, edhe po e ke patur më vështirë, normal. Shumë e vështirë. Normal. Shumë e vështirë. S'mund të jesh një ruse e hershme. Në fakt komedia për mendimin tim